Subhanallah. Namazi i akşamit po bëhet gati për të filluar. Xhamia është e mushun, sikurse edhe shihet. E njëkohësisht në xhaminë e pejgamberit alayhis salam ka alternativa pafund që njerëzit me hymrën edhe me ufal. Edhe herë tjera kam tërhequr mendin drejt këtij fakti dhe kësaj zgjedhje të mrekullueshme që autoritetet saudite kanë realizuar për besimtarët. Tashmë ju dini se në xhaminë e pejgamberit alayhis salam mund të falen një herazi 2 milion besimtar. Ja tash dalim në pjesën e terrasës. Edhe subhanallah. Hapsin pafund. Edhe këtu vendi është i mushur plot. Mashallah, mashallah. Mashallah. Edhe patjetër që është një kënaqësi shumë e madhe me i pabesimtarët që rreshtohen edhe presin në momentin e fillimit të namazit. Është disiplina e Islamit, drejt së cilës nafton Kurani famullar, pejgamberi alayhis salam nëpërmjet shembullit të tij, dhe mendoni për pak gjithë të njerëz, cilët presin vetëm një komandë. Edhe është bukur që njeriu në bashkësi me jetu me rregull, edhe me jetu me disiplinë, sepse rregulli, disiplina, qytetaria, normat janë pjesë e fesë, janë pjesë e Islamit. Për te i bukurisë së pamjes, ajo çfarë përjetohet është shumë më e madhe edhe e papërshkrueshme. Hajde gjejmë një vend tash këtu edhe trashtohemi bashkë me të tjerët e të bëhemi gati për namazin e akşamit. Mashallah, mashallah. Mashallah. Elhamdulillahi rabbil alamin.